Kolagjeni ndikon në shëndetin e lëkurës dhe të flokëve. Kolagjeni jep fortësi, elasticitet, tonus dhe ndriçim lëkurës sonë. Rritja e nivelit të kolagjenit bën që lëkura të duket më e lëmuar dhe qelizat e saj të rinovohen në mënyrë të shpejtë. Paksimi i kolagjenit shkakton humbje të elasticitetit, formim të rrudhave të reja dhe shtim të rrudhave ekzistuese, kryesisht në pjesët e ekspozuara. Studimet shkencore kanë treguar që 2.5 deri në 5 gram kolagjen i hidrolizuar i përdorur nga gratë e moshës 35 deri në 55 vjeç një herë në ditë për 8 javë kanë përmirësuar në mënyrë të dukshme elasticitetin e lëkurës, dehidratimin apo tharjen, si dhe ashpërsinë e lëkurës pa patur efekte anësore. Kolagjeni redukton gjithashtu edhe celulitin. Së dyti, kolagjeni redukton dhimbjet dhe degenerimin e kyçeve. Kolagjeni mban eshtrat tona të bashkuara dhe në lejon që të lëvizim pa ndier dhimbje. Ai është lubrifikanti më i mirë i kyçeve tona. Si pasojë e pranisë